Mirë se vini miq, në Koreale takohemi edhe sot për diskutuar për një sër temash kronikas edhe ngjarjet, të cilat do t'i zhvillojmë ditë pas dite ashtu siç ndodh her pas here, fakte edhe për të përditësuar lajmet më të fundit të një teme të caktuar. Në fakt do të ndalemi pak tek momenti i përplasjes së makinës lëndruese me skafin e policisë, ka qenë momenti në fakt që është ndarë vetëm 3 orë apo 4 orë më parë pikërisht për ngjarjen e 22 vjeçarit, i cili ka lajme se që nga mosha 15 vjeç të ketë vuajtur nga diabeti dhe insulina. Në fakt, a janë këto arsyet për humbjen e një kontrolli për cilën edhe duket se i ka shkaktuar edhe vdekjen. Pra e kanë marrë edhe jetën 22 vjeçarit. Do ndalemi pak tek rasti në fjalë se çfarë mund të ketë ndikuar te Albiano Kreçi në zonën e Ksamilit. Do ndalemi pak gjithashtu tek një ngjarje tjetër, një aksident ka ndodhur në zonën e Ulzës, pra në ujërat e Ulzës, aty ku 37 vjeçari dyshohet se është mbytur. Ka qenë me një motor ujë dhe prej atij momenti nuk ka dalë më në sipërfaqe. Ka shumë pikpyetje edhe në rastin e 37 vjeçarit, polumbarët janë në kërkim të trupit të tij, por ende nuk ka asnjë shenjë. Do kemi mundësi që ndalemi pak me Softën si ekspert sigurisë, po dhe me avokat në studio për të analizuar rastin. Do ndalemi gjithashtu te grupi hetimor i cili ka zbërthyer më në fund rastin e Valter Leshit. Ngjarja e cila ka ndodhur në Reps të Mirditës, 80 gëzhoja gjende në vendin e ngjarjes, një prit apo jo ndaj tij mbetet ende për të diskutuar, një ngjarje e cila lidhet ose dyshohet paktën që të ketë lidhje me një ngjarje tjetër të një atentati ndaj një taksisti në vitin 2020. Po a është Leshi në harkun apo në hartën e një gjakmarrje apo të një ngjarje e cila është e lidhur vite më përpara, do ta diskutoj pak në pjesën e tretë. Nis direkt me siglën për të prezantuar dhe të ftuarit. Do ndalemi pak tek një rast tjetër i cili në fakt kur e mendon se si mund të abuzohet ndonjëherë njeriu edhe me fatkeqësitë e dikujt tjetër, bëhet fjalë për Adi Hodon dhe Paula Zyberin, të cilët dyshohen se përmes një skeme të mirë organizuar fshinin veten e tyre në notat e një bamirësie, e atyre njerëzve të cilët kërkojnë që t'i japin ndihmë, por a ishte ky një kurth për t'i zhvatur të gjithë ata të cilët përpiqeshin që të bënin mirë edhe të ndihmonin. Do ndalemi pak edhe tek rasti në fjalë se si mundet që mashtrues të tillë të kthehen në predator të vazhdueshëm, po dhe ndërkohë si mund zbulohen nga policia. Unë fakt nuk dua që të marr më shumë kohë përpara se ndalem tek rasti i 22 vjeçarit Albiano Kreçit, i cili duket se udhimin e tij të fundit edhe rrugtimin e tij të fundit sot e ka patur në det, një 22 vjeçar i cili është përplasur me skafin e policisë. Zona e Ksamilit, e cila fillon dhe mirëpret një numër të madh turistësh, por dhe ata të cilët duan që të kalojnë disa momente të gëzueshme në Bregdet, nuk ka qenë kështu për 22 vjeçarin. Fakt unë shpreh ngushëllime familjarëve për humbjen e tij të jetës. Megjithatë dua që t'ju jap pak videon përpara se të shkoj tek rasti edhe ta raportoj me Afrovitën. Pra, cila është video e cila është shpërndar, një video e cila tregon edhe lundrimin e tij deri në momentin që përplaset me skafin e policisë. Është me një shpejtësi të konsiderueshme, një skaf i cili vjen në formën e një automjeti luksoz. Ky është momenti kur përplaset dhe duket se përplasja i ka shkaktuar dëme të mëdha, duke i marrë edhe jetën. Pra ky është skafi 22 vjeçarit i cili po lundronte në zonën e Ksamilit, aty ku ai jetonte. Unë do kem mundësi që ta raportoj pak me Afrovita Hysen, cilën e kam në lidhje në këto momente. Afrovita, mirë se vjen. Ndërkohë kam Fation Softën, ekspertin e sigurisë në studio. Fation, faleminderit që je me mua për të diskutuar temat ditën e sotme. Afrovit, cilat janë detajet që dim për rastin e 22 vjeçarit? Ai sa ke patur mundësi të mësosh? Mirë, që prej mbrëmjes së kaluar ose pas ditës së djeshme kur ngjarja ka ndodhur, ka tashmë detaje të reja që më së shumti lidhen me punën e policisë, në atë se çfarë grupi hetimor është duke kryer, të paktën për të zbardhur detajet e ngjarjes, sigurisht edhe shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, por edhe pasojat, të themi, zinxhir të kontrolleve të policisë. Pikërisht ditën e sotme, policia në fakt pistat me të cilat është duke hetuar janë ato të cilat lidhen me shëndetin e 22
22 vjeçarit, i cili ndroi jetë, sikurse ju e përmendët edhe më parë, është e konfirmuar tashmë edhe nga bluzat e bardha dhe familjarët që 22 vjeçari vuante nga diabeti dhe që prej kohësh trajtohej me insulin. Po ditën e djeshme në rreth drekës ka bërë vaksinën e insulinës, duke shtuar kështu të themi dyshimet se mundet e gjitha kjo të jetë shkaktuar si pasojë e humbjes së ekuilibrit apo edhe gjendjes së rënduar që t'jep insulina, sidomos kur trazohet qoftë me alkool apo kur me njëherë pas insulinës kryen sporte dhe aktivitet fizik i cili e lodh trupin. Një nga këto pista është pikërisht kjo që tham, sigurisht që në autopsi do të zbulohet edhe nëse kemi të bëjmë me përdorimin e alkoolit, nëse humbja e kontrollit të automjetit ka ardhur si pasoj se 22 vjeçari mund të ketë qenë në ndikimin e alkoolit. Çfarë ka bërë atë ditë po, 22 vjeçari? Pra çfarë ka bërë 22 vjeçari gjatë ditës së tij, cilat se ngjarja duket që ndodhe edhe para dite, nuk e dim nëse pra, po si ka qenë dihet se si ka qenë aktiviteti i tij i ditës? Megjithatë më lër, po patjetër do të përgjigjem një herë Flor, por për të sjell edhe pistën e tretë në cilën policia po heton, është pikërisht ajo e defektit që mund të ketë pasur mjeti, makina lundruese, e cila jemi duke parë edhe në këto pamje. Pra, ekspertiza do të sjell verifikimin e fakteve të themi për të mësuar se cili ka qenë shkaku i këtij aksidenti. Ka dyshime se mund të kemi me një bllokim të timonit, megjithatë sot policia gjatë orarit të drekës ka mundur të nxjerrë nga thellësia ku mjeti lundrues ishte zhytur pas përplasjes me skafin e policisë kufitare, sot e kanë nxjerrë dhe pritet që të ketë kontrollet për të mësuar nëse ka pasur defekte të mëhershme automjeti, po ashtu është bërë një sekuestrim nga ana e policisë. Po dua të kuptoj, ndarja e jetës së 22 vjeçarit, për cilat arsye ka ardhur? Pra ka ardhur kur përmendet lajmi i insulinës, ka ardhur sepse nuk ka marrë një ndihmë, një dozë insulinet me njëhershme ndihme, ka ardhur për shkak të dëmtimeve të përplasjes? Është autopsia finale, është autopsia ish do të thotë cili është shkaku edhe i humbjes së jetës pra të 22 vjeçarit. Të paktën sipas asaj se çfarë thonë raportimet e para nga vendi i ngjarjes ku 22 vjeçari është përplasur, duhet të shikojmë se automjeti që 22 vjeçari po ngjiste është një automjet i mbyllur, pra është i mbuluar, edhe nëse ka patur probleme të shëndetit, një kolaps shëndetësor të tij, apo nëse kemi të bëjmë me një defekt në automjet, ka qenë e vështirë për 22 vjeçarin që të mund të dilte nëse do të ishte i ndërgjegjshëm nga automjeti me atë shpejtësi që automjeti ishte duke lundruar. Shkaqet pas përplasjes, automjeti menjëherë ka nisur të fundoset, është ndërhyrë nga policia e kufirit dhe sigurisht nga persona të tjerë civil të cilët kanë qenë aty pranë duke lundruar po ashtu dhe ata kanë mundur ta nxjerrin trupin një 22 vjeçarit, ende nuk është e qartë nëse 22 vjeçari ka humbur jetën në vend apo nëse ka humbur jetën gjatë rrugës apo në ambientet e spitalit. Sipas asaj se çfarë bluzat e bardha kanë thënë është se 22 vjeçari nuk ka pasur shenja jete në momentin që kanë mbritur në ambientet e spitalit dhe pra mbetet e paqartë nëse ka ardhur si pasojë e problemeve që janë shkaktuar në fizikun e tij si pasojë e përplasjes, nëse ka pasur probleme të mëparshme apo e qartë. Mirë, atëherë po shkoj direkt në këto momente në lidhje me mjekun Novruz Çausha, i cilin e kam në lidhje, ma konfirmon edhe regjia. Doktor, faleminderit që gjete kohë sot në fakt për të informuar edhe publikun, po gjithashtu edhe për të kuptuar dhe ne çfarë ndodh në një situatë të tillë pas lajmeve që kanë qarkulluar në lidhje me problemin me diabetin. Cili lloj diabeti njëherë mund të jetë ai i cili shfaqet që në një moshë kaq të re, duke qenë se është konfirmuar nga bluzat e bardha që djali ka qenë me insulin që nga mosha 15 vjeç, por edhe çfarë efektesh mund të ketë ajo në përdorim apo në dietën që zgjedh njeriu që mund të ketë çuar deri në këtë ngjarje. Nuk e di nëse kam mjekun, doktorin? Doktor? Përshëndetje. Po, mirë se vjen. Atëre, përsa i përket pyetjes si sa po drejtuat, unë dua të them një gjë se s'ka shumë lidhje me moshën, për arsye sepse tashmë në mjekësi e dim shumë mirë që janë dy tipe diabeti, një diabet që është insulinovarësi tipi 1 i lindurit dhe diabeti 2 i fituar gjatë rrugës. Kështu që të gjitha mundësitë nëse ekzistojnë të tilla ekzistojnë, sepse mund të jetë një variant i diabetit tip 1, i cili terapi bazë ka insulinën, terapinë e vetme. Po. Dhe janë rastet që përdorin insulinë, janë rastet më të shpeshta që mund bëjnë dhe rënje të sheqerit në gjak nga mos dozimi i mirë i insulinës
Dhe ndoshta kjo e kombinuar me mos ushqyerjen në rregull të personit të pacientit. E kuptoj. Pra, një mos ushqyerje në rregull që çon rënien e sheqerit në gjak, plus dhe një mos dozimi mirë insulinës që ka të bëjë me rritjen e dozave të insulinës përkundrejt dozave që e mbajnë atë në kuota normale të sheqerit në gjak, të dyja bashk edhe veç mund të çojnë në rënje të menjëhershme të sheqerit, që pasojat i ka deri në gjendje komatoze. Domethënë personi djesitet, zbehet, humb vështirësi shikim, bëhet inkonshient, humb logjikën, domethënë i kputen fuqit. Ka një sër shenje se cilët e shoqërojnë këtë dhe mund të bëhen sebeb për çdo lloj ngjarje. E kuptoj. Pra, doktor, ju thoni që njeriu nëse dikush që vuan nga diabeti, qoftë edhe nga mosha e tij, nuk ka rëndësi pra mosha, sepse... Nuk ka rëndësi nga mosha, sepse janë diabete tip 1 që janë diabete që lindin me njeriu. E kuptoj. Pra, në momentin e parë, mundet e jep efektin me njëherë, a e kupton dikush i cili ka vuajtur më përpara? Insulina është terapi me veprim të shpejt. Ka insulina, sepse edhe insulinat të tjerë janë të ndryshme, ka insulina që veprojnë shpejt, ka insulina që veprojnë ngadalë, ka insulina që mbajnë 24 orë, ka insulina që mbajnë me kohë më të shkurtuar, po veprojnë shpejt. Ato të shpejtat veprojnë shpejt. Jo, duhet të kuptoj diçka. Duhet të kuptoj rastin e 22 vjeçarit. Pra, ai ka qenë duke lundruar, ka qenë me motorskafin e tij. Pyetja ime është, a ja ka dhënë me njëherë simptomat, pra mundet që të t'jap me njëherë simptomat vuajtja nga diabeti? Okej, kuptoj shumë i pyetjen, po ne nuk dim kohën kur ai ka bërë insulinën. Patjetër, po. Mund të ndodhi rënje e sheqerit jo vetëm nga bërja e insulinës, po mund të ndodhi dhe nga mos bërja e insulinës kur ai nuk është i ushqyer. Dhe aq më tepër një mos ushqyerje gjatë çon në rënje të sheqerit. Po. Nga ana tjetër kur kjo shoqërohet edhe me konsum alkooli, akoma më poshtë mund të bjerë sheqeri. Si kundër mund të jetë pasojë edhe e dozimit insulinës, dozimit keq insulinës, ku ai merr dozë më të lartë se që është përcaktuar nga mjeku kurus. A mund të ndodhin këto edhe tek njerëz të cilët janë të mësuar tashmë, pra kanë kohë që jetojnë me diabetin? Ndos tek të gjithë, domethënë është ngjarje pjesën e dozimit flas. Pacientët diabetik të cilët dalin nga rregullësia, domethënë nga mënyra e ushqyerjes, nga mënyra e terapisë, nga dozat e caktuara, domethënë është rutinë, pa. Ajo që s'është rutinë është që shkalla. Seluatet e lehta janë të zakonshme, por shkallat e rënda që çojnë deri në koma janë më të rralla dhe kryesisht ndodhin nga mbidozimi i medikamenteve, flasim edhe për të rriturit që marrin kokra. Patjetër, e kuptoj. Është e njëjta situatë, por për rasti konkret e 20 vjeçarit mendoj, po është që po të ketë qenë kështu, ka qenë diabet tip 1 që është i lindur dhe merr insulinë. E kuptoj. Doktor, unë të falenderoj shumë që të pata në lidhje dhe që informove në fakt edhe në lidhje me për të ndërgjegjësuar për çdo që mund të jetë në këtë situatë, se ndonjëherë se kjo është shumë e rëndësishme. Ne nuk e dim ende përfundimisht, megjithatë është konfirmuar që djali vuante nga diabeti. Pra, një nga pistat është edhe kjo, dhe nëse ka vuajtur janë këto sqarime që na tha edhe doktor Novruzi. Është një mundësi që ai ketë bërë rënje të menjëhershme të sheqerit dhe rënje e cila çon deri në gjendje komatoze, humbet kontrollin. E kuptoj. Falenderoj shumë doktor, faleminderit që gjete kohë. Gjithë të mirat. Softa, në fakt ky është një rast i cili është i lidhur me shëndetin, por nga ana tjetër po mendoja gjëja çfarë më shkoi ndërmend është nëse s'do kishte qenë skafi i policisë aty. Pra, çfarë mund të kishte ndodhur me triun dhe sa do vazhdonte ky lundrimi i tij deri në një pikë, domethënë mbas humbjes vetdijes. Po ndërkohë nga ana tjetër mendoj që ka qenë dhe policia gati kufitare për t'i dhënë ndihmën e parë, ndoshta një të riu në këto kushte. Shiko, e para, ngjarja është e rëndë, fatkeqësi për familjarët dhe ngushëllime familjarëve, sepse kjo është një dhimbje. E dyta është një ngjarje tragjike që ndodh në vijën e ujit, në zonat të cilët janë të monitoruara dhe duhet të jenë të monitoruara, dhe ka pasur një protokoll për sigurinë, për mënyrën se si mund të menaxhohen dhe të kontrollohen veçanti ato që japin automjete apo mjete lundruese të një shpejtësie të lartë. E para duhet hetohet nëse ajo duket si një garë fillimisht, sepse është dhe një mjet i verdhë, në të njëjtën kohë dalin,
pastaj ka një shkëputje më të madhe, më të shpejt, patjetër jashtë kontrollit. Pra, ky njeri që fatkeqësisht humbi jetën, sot drejtoi këtë mjet, nëse nesër do të drejtonte një automjet në rrugët e Shqipërisë. Çfarë do të ndodhte? Do të kishim të njëjtën fatkeqësi. Një pyetje që patjetër qëndron. Pra, nuk ndodhi vetëm tek vija ujit, nëse që ka çështje e insulinës apo probleme që lidhen me shëndetin, kjo gjë mund të ndodhte. E dyta duhet parë, ka pasur të drejtë drejtoi mjetin ky? Pra duhet kontrollohet kompania që ja ka dhënë. Ka pasur të drejtë ai të jepte edhe ç'kushte ja ka dhënë. Ka pas njohuri kompania lidhur me personin, nëse është i zonës për problematikë. Sepse dha ata mund të kenë një lloj përgjegjësie që të cilët do ta shmangnin. Ajo duket një mjet pastaj që për shkak të super xhiro që ka marrë, deli jashtë kontrollit. Përgjegjësi personale softa, sepse kur e mendon edhe kur shkon jashtë në çfarë do lloj biznesi, nuk të merr njëri të shofi kartelën shëndetësore. Jo, nuk e kam tek kjo. E kam tek protokolli. Për shembull, nëse është thënë që mjetet e shpejta do të kenë një zonë caktuar ku do të rrinë, pra ajo zonë vjen pikërisht në një gjë ku aty ka shumë pushues apo. Nëse do kishim nga ato varkat që janë me njerëz që lundrojnë, njerëz të cilët notojnë dhe i kalojnë atë pjesë, pra ende është e rrezikshme edhe për zonën përreth. Kështu që duhen parë nëse ata mjete janë lënë në atë vend apo jo. Dhe monitorimi, se kjo është diçka e papranueshme. Policia duhet të jetë në atë vend, ndoshta nga nisen automjetet, dhe pastaj të bëhet patrullimi, policia rri përballë dhe shikon automjetet që lëvizin, mjetet që lëvizin. E dyta është problem për sa i përket sigurisë, sepse thash, nuk mund ta quajmë një rast të shkëputur, sepse kemi shumë raste të cilët kanë ndodhur tragjedi në det. Dhe këto kanë ndodhur në distanca të afërta me bregun. Dhe problemi është ke parandalimi. Po. Këtu ka pasur rastin e Himarës që ka qenë. Për rastin e Himarës, raste ndryshme në Vlorë, persona të cilët kanë bërë gara, të cilët kanë krijuar tragjedi të tilla. Dhe fillimi i kontrollit të vijës ujit është 15 qershori, po e themi tani, dhe deri në 15 shtator. Kjo është intensiteti më i madh ku fillon kujdesi për kontrollin. Në fakt edhe kujdesi i madh edhe tek rrugët, sepse shtohet numri i qarkullimit automjeteve për shkak të marrjes së rrugët, operatorët, ata që i kanë këto, masat që ato kanë, shpejtësia që ai duhet dali, a kontrollohet shpejtësia që del. Të dy mjetet dalin me shpejtësi nga gjiu. Pra duhet të ecësh në një distancë. Shpejtësia lejohet në 300. Ka Afrovitën, djali jetonte në Ksamil apo jo? Pra ishte një qytetar i Ksamilit dhe pikërisht pra ndihma e parë që mund të jetë dhënë djalit në momentin mbas përplasjes. 22 vjeçari nuk është banor i Ksamilit, është në fakt edhe në njoftimin sa i takon përcjelljes për banesën e tij të fundit është kryeqyteti, pra familja e tij jeton në kryeqytet. 22 vjeçari gjendej dhe qëndronte një kohë konsiderueshme në zonën e Ksamilit, aty ku më së shumti shfrytëzonte për pushime, por që kishte edhe një aktivitetin e vet, pra që e mbante të lidhur me Ksamilin, ndërkohë që sa i takon ndihmës së parë, unë thash edhe më herët që ndihma e parë është dhënë nga persona të cilët të paktën sa i takon kujdesit shëndetësor nuk janë të informuar dhe që sigurisht ka qenë një ndërhyrje me aq sa mundësi ose me aq sa dieni kanë pasur personat që kanë ndërhyrë. Nga ana tjetër unë do doja të shtoja edhe lidhur me çfarë u diskutua në këto momente në studio sa i takon automjeteve. Përtej kontrollit që policia do duhet në fakt dhe sigurisht zona ku ka ndodhur ka një distancë nga vija bregdetare, janë vendosur kufizueset për të përcaktuar notën zonën ku notohet dhe zonën ku i qëndrojnë mjetet lundruese, mirë po ka një tjetër problematik që është konstatuar dhe që për cilën policia në fakt sot na ka informuar. Janë sekuestruar 8 automjete të njëjtës kompani, siç ishte automjeti lundrues për makina në cilën lundronte 22 vjeçari. Ditën e sotme policia i ka sekuestruar këto 8 automjete pasi ka dyshime se këto automjete nuk kanë pasur limitatorin e shpejtësisë. Pra, në zonë mjeti lundrues i 22 vjeçarit lundronte shumë më shpejt se sa janë të lejuara këto automjete për atë lundrojnë. Është një kontroll që policia thotë se e bën ditën e sotme, i vonuar për rastin, pra është një ndërhyrje e cila vjen pas një ngjarje tragjike dhe jo një ndërhyrje edhe një kontroll i policisë që do duhet të ishte bërë që me nisjen e sezonit turistik dhe si një procedurë bazike në fakt për kontrollin e mjeteve lundruese, mirë po për të njëjtën arsye Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka njoftuar se do të ketë një hetim edhe sa i takon punës së bërë apo të mos bërë nga ana e policisë të kufirit në këtë rast. Okej, të falenderoj atëherë për raportimin e kësaj pjese dhe të shohim se cilat do të jenë detajet e reja që do të vinë edhe për rastin në fjalë, nëse konfirmohet përfundimisht që ka qenë
arsyet shëndetësore edhe problemet që kanë çuar të riu në këtë ngjarje. Falenderoj Afrovit.